Pesë fshatra në njësinë administrative Martanesh në bashkinë e Bulqizës rrezikojnë të izolohen totalisht. Dëmtimi i tubacionit të një hidrocentrali ka bërë që rruga që i lidh ato me Krastën të çahet dhe të bëhet gati e pakalueshme. Banorët protestuan këtë të martë duke kërkuar ndërhyrjen e menjëhershme të autoriteteve. Ata shprehen se prej të paktën 6 ditësh kanë lajmëruar kompaninë dhe institucionet, por nuk është marrë asnjë mas. Dëmtimi i tubacionit ka krijuar një shembje masive të tokës bashkë me rrugën, ndërsa rrezikohen edhe banesat e fshatit Gjon. Po ashtu, një tjetër problem i krijuar është edhe dëmtimi i kanalit Vaditës të fshatit, duke lënë të mbjellat pa ujë në temperatura ekstreme të larta. Banesat rrezikohen, thash një herë, është 50 metra larg banesës teme si ka ik parcele këtyne. Tani, se çfarë veprimi, se çfarë skandali do na bëhet na nuk e dim. Tani është në bë skandalin këtë pikë korriku, ja se kemi kanal Vaditës, jemi gjithë ata shtëpia, jemi 40 shtëpia këtu. Nga kjo pikë deri në fund atje është rreth 1000 metra që ka lëviz kjo zonë, kjo pjesë. Atë këtu rrezikojmë krejt si fshat më uzhdu. Kryesor është rruga që bllokon fshatrat. Problemi i dytë ujësjellsi për vaditje. Kryetari i fshatit Kasem Muxha thotë se ka njoftuar të gjithë institucionet, por deri tani nuk ka ndërhyrje. Rruga në fjalë është asfaltuar vetëm 2 vite më parë dhe lidh fshatrat Gjon, Peshk, Val, Len e Balejn me Krastën.